Një aksion i gjerë koordinuar mes policisë, doganës dhe administratës tatimore të Kosovës është zhvilluar dje në Prizren, ku në fokus kanë qenë disa argjentari. Sipas informacioneve të siguruara, operacioni është realizuar në kuadër të hetimeve për verifikimin e veprimtarisë tregtare, dokumentacionit dhe dyshimeve për shmangje të obligimeve doganore dhe tatimore. Aksioni është zhvilluar pas një hetimi disa mujor dhe nën koordinim të krimeve ekonomike, prokurorit të shtetit, njësisë kundër kontrabandës dhe ATK-s. Gjatë kontrolleve janë bastisur disa biznese në Prizren, përfshirë Argjentarin Gazmendi, dy lokale të argjentarisë të Zefi si dhe Argjentarin Nushe. Paralelisht, kontrolle janë kryer edhe në disa ambiente banimi të lidhura me të dyshuarit. Sipas të dhënave të para, gjatë aksionit janë zbuluar sasi të konsiderueshme ari dhe argjendi të padeklaruara me vlera që arrin në mijëra euro. Në total, autoritetet kanë sekuestruar rreth 3 kg e 775 gram arë me vlerë të përafërt rreth mbi 450.000 euro, si dhe mbi 4 kg argjend të padeklaruar. Gjithashtu, gjatë kontrollit janë zbuluar edhe armë pa leje në 2 raste të ndara, për të cilat janë hapur procedura penale nga policia në Prizren. Të dyshuarit janë proceduar në procedurë të rregullt dhe rasti mbetet në hetim, derisa autoritetet pritet të dalin me detaje shtesë në orët dhe ditët në vijim.